Socialistët dhe demokratët patën dakordsi të plot për rregulloren e re të kuvendit. Në frymë edhe të traditës parlamentare të majtë dhe të djathtë votuan unanimisht ndryshimet e rregulloreve të lojës në Këshillin për Mandatet, rregulloren dhe imunitetin. U pranua propozimet e opozitës për sekretarinë e elitës, që ky organ të mos kthehet në mekanizëm arbitrariteti në duart e shumicës parlamentare. Të djathtët propozuan që të ketë në përbërje një sekretar dhe 5 antar me raporte të barabarta mes shumicës dhe pakicës. Kur votat në këtë sekretari ndahen në mënyrë të barabartë. Vota e sekretarit është përcaktuese. Vendimet e sekretariatit për përjashtimin nga punimet parlamentare të deputetëve që kanë thyer shkelje të rregulloreve do të përllogariten me ditë kalendarike dhe do të shoqërohet me sanksione financiare të ndalimit të pagës së deputetit, po aq ditë sa është marrë masa disiplinore. Në rast se masa ankimohet në buron e kuvendit, efektet e saj pezullohen deri kur të marrë vendim byroja. Partia Socialiste u tërhoq nga përgjysmimi i kohës së diskutimeve në seancën plenare dhe nga kalimi me procedurë të përshpejtuar të projektligjeve që vijnë për përfitimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në një tjetër pikë mjaft e diskutuar ishte ajo e raportit të institucioneve kushtetuese. Përfundimisht u vendos që institucionet kushtetuese të kryejnë seanca dëgjimore me komisionin përgjegjës. Komisioni Gjafaj të marrë në shqyrtim projekt akuze të hartuara nga Komisioni Përgjegjës edhe në seancën plenare të raportojnë. Avokati i popullit, prokurori përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë dhe kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Po ashtu u pranua propozimi i opozitës që në rast kur seanca zgjat për tej orës 22 me kërkesë të një kryetari të grupit parlamentar, punimet e seancës të ndërpriten dhe të rifillojnë të nesërmen.